Edhe njëre përsërisim. Pra, gara midis Recep Hajdarit dhe Mehdi Bislimit referohet nga Is Berisha, ish kampion i Kosovës në dorën e parë. Kamerat ju lusim, krijoni hapësirë edhe për shikuesit. Unë nuk pak ju me kamera, unë.
Parashikohet edhe këtë finale. Recep Hajdari është fitues në këtë garë. Hajde kamerën. është pak më e vështirë se sa me kundërshtar spanjoll. Je kampion, je finalist i kampionit Maqedonisë. A mendon që europiani do të jetë vetëm çështje kohash për ty? Ora kontrolin nuk je dyshek. Shpresoj që të përgatiten e mirë dhe të forëm në rezultat. Shumë faleminderit. Si që thamë edhe më herët, këtu të pranishëm kemi kryetarin e komunës Begjet Gjelatinin dhe drejtoreshën për kulturin e sport Liridona Misinaj. Kupat do të ndalë pikrisht tek tavolina e refereve këtu dhe aty ndodhet edhe kryetari i cili do ndaj kupën. O, qëtë miqën me tis ka ije që to me po me tis. Onë qësë një po të miqë ma shdote. Onë mërë mu. Ku me po kësi po ura me tirë që të është mo. E ndajmë kupën për vendin e dytë Mehdi Bislimit, kupën e ndan drejtoresha për kulturin e sport Liridona Misinaj. Dhe për vendin e parë Recep Hajdari, kupën e ndan kryetari i komunës Begjet Gjelatini. Vendin e parë tek të rinjet Diori. Dior Abdullahu. Kupën e ndan Kosun Qafleshi. Një ish pehlivan. Dhe ju themi pas këtyre fotove, ta lironi skenën me ka që ka përfunduar gara e pehlivanëve, janë banuar pehlivanet tjerë, nuk do të kemi mundësi që t'i fusim në garë, në këtë skenë do të futen kuajt për sfidat, prandaj duhet me shumë kujdes. Hajde tajmë me dalë e lirojnë skenën një lutë. Shumë
Kemi edhe një variant tjetër shumë të mirë, derisa është jetolli kështu, mund të dëgjojmë muzikë. I kemi të pranishëm Masar Sinanin. Gjithashtu edhe Luan Krpak me këngën e tyre. Hadi taş gibi bu. Önce başına mı vurdu? Çek o ek, şuraya. Yakan
Më vonë do të shkojmë me muzikë, por tani është sfilata e kuajve, ju lusim të gjithëve që jeni futur brenda duhet ta lironi skenën sepse do të ketë defilet e kuajve. Lironi skenën, ju lutem, sidomos fëmijët largoni. Përnarja shqiptarë në Tajnisë. Përnarja është Kosovë, shqiptarë Kosovë. Hapë në Tirana për Garu. Çfarë? Kanjon. Kanjon. Atëre për ju themi se kemi këtu të pranishëm, ata që janë futur në skenë mirë, ne po I përmendim, është Qipron Muharremi nga Vitia me Kalin Sultan. Horse Club Ranch nga Peja, Rodi Django Kali. E kemi Horse Rating nga Bozovca Kali Marku. LG Arabian Farm Hamdi
është nga Tragjasi I Vlorës, pra kemi edhe nga Vlora. Restorant Begi nga Gjakova do të performoj, ti themi kalë, si themi do të se është ganja, pra pelë është. Alp Arab nga Prizreni, Erzan Abazi me kuajt e ti Kloe edhe Sokol. Berti Ranç nga Felizaj me Kalin Amos. Pra, të gjithë mund të futem për sfilat brenda kësaj rrothoje. Pra, në skenë është futur edhe Kali Luna nga Uki Ranç, Prizren, Egzon Faci. Kalorës hipi Kalin të lutem. Hipi Kalin të lutem dhe vazhdoni rrotullonu. Kjo ishte një sfilat, shpresoj t'ju ka pëlqyer, këtu përfundon sfilata, dal nga dal të lirohet kjo skenë dhe kuajt arab të bën gati për garën e vrapim. Kuajte dal nga dal të lirojnë këtë skenën, të bën gati kuajt arab për vrapim. Mos u futni në skenë, ju lutem.
E kemi këtu stallarët që mund të na bëjnë atmosferë tradicionale. Njëkohësisht edhe një herë ju them, kuajt arabë të paraqiten pronarët të tyre të vinë në shkencë të fillestare. Ata që do të putën me gari lutëm të vinë në skemë. Edhe komisioni do të bëhet gati. Ata njerë! Do të gjithë shërë dhe punu radio të dobën të Shënë me bjerë, me shëve. Po, gjithësësi tani do kemi një prap jashtë të kuajve, të cilët... Hajde, Dida. Nëse vinë shlutin, Jena kujdes se kuali po gjumë. ti marrim shërime dhe se të shkoni të një të pita. Edhe një lutëm. Pronarët e kuajve, kalorës. Të vinë. Kuku çfarë kuale kishaj? Dhe jo zish. Të qerësi një kësisht ju thëmë me kambetë.
Pula che završio. Siç edhe e keni parë, Shqipëria Muharremi nga Vitia ka rezultuar në të pari dhe do të kemi edhe parën tjetër e cila do të jetë me Kuajt Anglez. Kjo zate dhe quhet si garë kryesore, prandaj ju që jeni punë në Bacuni un po' in chandra, cameraman. Analiza passanena, me mani. Maşallah sağ ol. Pronarët e kuajme që në gare, i kavin në skenë, ndërkohë, pronarët e kuajme që në Eftojmë Sokol Kajoshin. Sokol Kajoshi. Ka djesi. Kajuria. Ne në Shqipëri i përdorim 2 herë në terren malor dhe 2 herë në det. Domthonë brenda javës duhet bëhet kjo. Por 3 muaj që të ketë një performancë tillë duhet patjetër 3 muaj regjim jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit. Duhet të jesh shumë fanatik të stërvitja, shumë i kujdesshëm sepse kuajt janë shumë ndjeshëm edhe nga ligamentet, tendinat, gjëra të tjera, domethënë që mund të dëmtohet gjatë stërvitjes edhe Sigurisht. Shumë faleminderit për kënaqësinë që na. Problemi është ky. Absolutisht. Nësia për publikun i falenderoj të gjithë. Një nga momentet më të veçanta. Ju të gjithë e keni parë live dhe drejt për drejt në datë të tova, të gjithë ju që nga bëni share dhe follow. Kosova e shpirti bona djetë, nisen nga poroj e utrimat tan me flet, shqipet me dy flet. Po që mon Kosova e gjakun bana ngriu, niset për koshare e trim Muhidin Aliu, trim Muhidin Aliu. Lam du
për t'i ndarë kupat, e ftojmë nga Uki Ranch, Exonthacin, Uki Ranch Prizren për vendin e tretë ta marri kupën. Jam djagate tova më ka pirat dheu, dhe kate mja shari, gjakuj Skënderbeu, as që në kor nuk deshta, më shumë se lirin, gjakuj më letë pahet drit për shqiptarin. Hajde i ftojmë antarët e komisionit Admir Beqirin nga Tirana dhe Ivo Doshin nga Shkodra të vinë këtu tek skena të na japin emrat e kalorzve dhe të fillojmë me garën e radhës. Në fund për të gjithë. Ma në shiritin atje. Shone pista. Shone pista.
Lironi pistën, ju lutem. Eftojmë edhe dashin Osmanin Kalin Ago që ta sjellin këtu. Hajde ju lutem. Edhe Kali me numër 10 mungon nga Presheva, e lusin të këtu. Kalorësi i Kalit Ago e fton me Kalin e tij të vitu. Ndërkohë jemi duke kuajt të klubit Opoja, pra kuajt e klubit Nikoqir. Vetëm na mungon edhe Kali nga Presheva. Kalorësi i Kalit Ago e ftojmë të vitu. Kalorësi i Vaziri. Kalorësi nga Presheva, ju lutem. Pedish ti ja lodhësh as lodhësh. Po vati. Kanë asi shan po. Jebe. Assim vai estar Como é que é a minha vida? Amigo, pouco dó, dai uns pitos. Do kalojnë me këto pjesë, interesantë që realisht Buga të top Prizren ose më mirë thënë Prizren të top, se vetëm në Prizren kjo pjesë kërkore ka ndarë malësin tonë. A është ai debuta? Këta pra janë kuajt që do të garojnë në këtë garë, i lusin dal nga dal të shkojnë tek starti. I lusin kalorësit, ti marrin kuajt dhe të shkojnë tek starti.
Ai che sta angosciata. Sta angosciata. Hajde Rinor! Shone rrugën, shone! Shone rrugën! Hajde hapeni rrugën, ju lutem për kuajt, sepse e përsërisim Libaneta me numër 7, Vazir me numërin 5, që të dy kuaj nga klubi Nikoqir Oboja dhe e kemi Kalin Agon nga Presheva me numër 10. Hajde kampionë! Šun ja uzme ti čak. Hajde ruku čak, hajde. Hapeni rrugën, ju lutem, qytetar mos u fusni shumë. Bravo te. Ergono. Bravo Rinor. Bravo Rinor. Bravo Rinor. Bravo Rinor, a hopa bollta. Prit që ta bollta. Ma shumë. A shikues. Ma se akop, shoni akran. Shoni akalin, një të rejnë. Rinor, pone rrafë, Rinor, pone rrafë. Pone rrafë, e i këti likët jashtë, dajte. Hajde lutem që mos u fusni. Antoni! Qo, qati e? Kujdes, ju lutem. Enis! Shifni. Hajde! Hajde! Hajde, Milo!
pushojmë pak, do të bëjmë ndarjen e kupave, ju themi edhe një herë pra që në vendin e parë është Kali Vazir me numër 5, pra me pronar Mujtin Aslanin. Në vendin e dytë është Kali me numër 10, Ago Preshev, dhe Libanete me numër 7 në vendin e tretë. Pra, Kuajt Nikoqir që ishin dy, vendi i parë dhe vendi i tretë. Në mes, në vendin e dytë, është Kali Misafir. Eftojmë pra vendin e tretë, fillimisht. Hajde kupat edhe kuajt e grupit parë me kuajt arab. A i kemi këtu? Uki Ranç, vendi tretë. Jo, vjen e merë këtu. Fillimisht vendi i tretë nga Uki Ranç, Prizren. A është Uki o Erzak? Shkoj e vendisos. Me merë për Uki. Eftojmë vendin e tretë nga Uki Ranç, Prizren. Gara e parë që ishte me kuajt arab. Eftojmë të marri kupën. Me karë, s'kjet me marë ku po shumë. Që unë ta marë? Maja. Urime me t'i gafna. Shala, amin ja rabi. Qajo. Edhe parë, si parë. Vendi tretë, shpejt. Vendi tretë, që? E vendi tretë. Po. Ajo, vendi Vendi tretë, Uki Ranç, Prizren. Bravo Uki, bravo. Erzana Bazi, vendi i dytë, gjithashtu nga Prizreni. Dhe vendi i parë Shqipron Muarremi nga Vitia. Vendit të parë në këtë garë Elif Mustafa do të ndaj kupën, vajza e Muamer Mustafës, për ndërtë të cilit edhe u organizue gjithë kjo garë. Orime. Përshëndetje gjithëve, nderit shumë për pjesëmarrjen tuaj. Du ta falenderoj me gjithë zemër Beharin për këtë organizim madhështor dhe shumë, sepse gjithmonë është i përkupuar për këto gara, për këto evente. Por duhet t'ju them edhe të gjithë atyre që mbajnë kuaj, rrisin kuaj, ushtojnë kuaj. Gara nuk është në Facebook, gara është këtu në mejdanin e Albojës edhe në tjera. Faleminderit. Tani ndajmë edhe kupat e garës që sapo ka përfunduar. Eftojmë Kalorsin e Kalit Libaneta, vendi i tretë. Po, Libanete, ku që merë shpime? Ku që merë për Libanete? Shumë vendi tretë. Po milion, respetone, no? Orë. Bravo. Kupën e ndau të thunë Qafeshi. Ish kampioni mu. Vendi i dytë, Kali Agon nga Presheva. Granit.
Hadi grani pushon Prishevës. Hajde pi Prishevës. S'ka problem. Kupën e ndan drejtoresha për kulturin e sport Lilidona Misinaj. Hajde. Dhe ndajmë kupën për vendin e parë Kali Vazir me numër 5 nga klubi Opoja, kupën e ndan kryetari i komunës Bexhet Gjeladini. Kali ky me pronar Mujdin Aslani, i cili jo vetëm kësaj radhe, por shpesh ka ditur të jetë në vendin e parë edhe si mysafir, jo vetëm një Keqine. Ju falenderojmë për pjesëmarrje. Kjo ka qenë gjithë organizimi në këtë garë, e cila u organizuar për të nderuar kalorësin Muhamet Mustafa, i cili në vitin 2019 ka humbur jetën pikërisht duke kaliruar. Faleminderit për pjesëmarrjen. Shihemi në garat e radhës. Edhe krejt për fund, Chelsea ende nuk e ka gjetë pronarin. Chelsea është me ngjyrë të bardhë, automjeti Volkswagen tek të sun që fleshje e keni, kur do që ta kërkoni. Bravo! Urime dhe organizatorit klubit Opoja, shpresojmë të kemi gara edhe më të mira në muajt në vazhdim, sepse kemi festat e tjera. Ja se hajde me motor, me motor shtyr. Ato me motor shtyr. Bravo, A që kënë i pari, ja? Po, çkyt. Balon. Bravo. Qëllë ti je personë sa? Ai, ha? Ai, Cristina.